Mirëmëngjes, jemi gati të fillojmë mbledhjen e radhës së Komisionit për Ekonominë, Punësimin dhe Financat, sot me datën 18 maj. Korumin e kemi, siç njofton sekretaria, dhe siç e keni marrë në formë elektronike, mbledhja e sotme ka në rend të ditës dy çështje: rihapjen e procedurave për plotësimin e vakancës për antarin e Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë dhe shqyrtimin e cilësinë e Komisionit për dhënien e mendimit të projektligjit për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar. Tani, në seancën e kaluar të Parlamentit, neve morëm një vendim për një nga antarët e Këshillit Mbikëqyrës, që kështu, duke qenë se vakanca vazhdon të Bankës së Shqipërisë, duke qenë se vakanca vazhdon të mbetet dhe në zbatim të ligjit për Bankën e Shqipërisë dhe të rregullores kuvendit, Komisioni ynë duhet marrë një vendim për të shpallur vakancën dhe që të kemi aplikime të reja dhe të bëjmë dëgjesa të reja për pozicionin e antarit të Këshillit Mbikëqyrës Bankës së Shqipërisë. Kështu besoj që jemi gjithë dakord për shpalljen e vakancës dhe për vendosjen e vakancës në faqen web të kuvendit. Edhe me këtë vendimarrje, dakord jemi besoj, me këtë vendimarrje ja kalojmë shërbimit të monitorimit vendimarrjen që të bëj gati procedurën e shpalljes vakancës. Në pikën e 2, siç u thash, kemi shqyrtimin në cilësinë e Komisionit për dhënien e mendimit projekt ligjin për disa shtesa në ligjin për burimet ujore, dhe për këtë çështje ne kemi të ftuar nga Ministria e Mjedisit zotën Ngenti Gazheli, që është zëvendësministër, dhe zonjën Enerita Tarelli, që është drejtori i programit dhe harmonizimit të kodit rregullator. Nga Agjencia e Menaxhimit Burimeve Ujore kemi zonjën Evisa Hoxhaj, që është drejtoria e menaxhimit strategjik, dhe zonja Nirma Themeli, që është përgjegjës sektori në sektorin rregullator të marrëveshjeve të bashkëpunimit ndërkufitar. Nga ana e Komisionit të saktuar relatore për këtë projekt ligj, zonja Zamira Sinaj. Natyrisht do të kërkonim që të bënit edhe ju një ekspoze të ligjit, e kuptojmë që lidhet me gjithë reformën që po ndodh në administratën publike, lidhur me rekomandimet e OECD Sigmas për rregullimin e mirëqeverisjes dhe heqjen e institucioneve të varësisë nga Këshilli i Ministrave, por ju keni edhe disa ndryshime të tjera që sillni aty, që kështu do të ishte shumë mirë që zoti Gaxheli na bënit një prezantim të këtij projekt ligji që keni sjell këtu në kuvend. Po, zoti Axhenasto? Ka të bëj me se nuk dëgjova mirë, ka ndonjë përfaqësues nga institucioni që merret me administratën publike, por janë të gjithë nga Ministria e Mjedisit. Se dëgjova. Nuk janë nga administrata publike, këtu kemi nga Ministria e Mjedisit, kemi dhe nga Agjencia e Menaxhimit Burimeve Ujore. Nga administrata publike, jo. Se kjo është një çështje e strukturës qeverisë, që nuk është çështje e menaxhimit burimeve ujore, sepse motivimi për ta bërë një ndërhyrje të tillë ka të bëjë me funksionimin e qeverisë. Ka një porosi të Sigmës që thotë që duhen decentralizuar disa kompetenca që janë centralizuar tek zyra e kryeministrit. Kjo është çështje e ujit, kjo është çështje e strukturës qeverisë. Kështu që me gjithë respektin e miqve të mi që janë aty, që kam konsiderat maksimale, por mendoj që duhet kishte ardhur dikush prej tyre, që thoshte pse kërkon Sigma këtë, çfarë nuk funksionon aktualisht me këtë përqendrim të kompetencave në zyrën e kryeministrit, dhe pastaj të kuptojmë pse duhet decentralizuar përsëri kompetenca që ka qenë faktik ministria, po për arsye të caktuara, për një përqasje të integruar në përdorimin e burimeve ujore, u centralizua. Sepse çdo menaxhim sektorial krijon një konflikt interesi. Sepse ujin e përdor edhe bujqësia, e përdor edhe mjedisi, e përdor edhe energjia, edhe tjerë. Kjo ishte ajo që do sugjeroja unë, që të ishte një trajtim jo në aspektin sektorial, me gjithë respektin për zotëritë dhe zonjat, por të ishte në kuptimin e qeverisjes pse bëhet ky decentralizim e kështu me radhë. Faleminderit. Në qoftë ndihmoj dot në diskutim është që në raportet që ka prezantuar Sigma, në qeverinë shqiptare ka shumë ente që bëjnë shpenzime buxhetore. Numri i enteve që bëjnë shpenzime buxhetore në Shqipëri, jo, është 58. Ndërkohë në gjithë administrata jonë ka 58 linja konsumi, buxheti.
Rekomandimet për ngjarje që ndodhin si të tilla në Bashkimin Evropian janë midis 13 dhe 15. Tani mirëqeverisjen, nëse unë nuk gaboj, e ka marrë të gjitha në dorë dhe e ka vëzhguar me kujdes Sigma në 2-4 vjeçar. Dhe mbas 8 vjetëve ka dhënë ca rekomandime që lidhen edhe me këtë procesin e integrimit. Dhe mbase rregullimet janë parë në tërësi dhe pastaj çdo rregullim ka shkuar sipas ministrive, ku do shkojnë institucionet që varen nga Këshilli i Ministrave në varësi. Por unë mendoj që këtë shënimin që u bë është shumë i drejtë, në fakt se është hera e tretë që në komision kemi të tilla ligje që heqin kompetencën nga Këshilli i Ministrave dhe çojnë te Ministritë e Linjës, që të bëjmë kujdes të thrasim dikë nga administrata publike. Ne kemi kaluar, nëse unë zgaboj, ka qenë Asigu dhe ka qenë edhe kaluam dhe një komision. Kemi marrë edhe një institucion tjetër. Kështë institucioni i tretë që ne diskutojmë këtu, që kështu do ta vëmë shënimin që të thrasim në dikë nga administrata publike dhe arkiva, dhe arkiva ka qenë. Këto 2 instituciona kemi diskutuar këtu. Janë shumë institucione në varësi Këshillit të Ministrave që do t'i hiqë përgjegjësia. Patjetër, zoti Axhinasa. Do thënë jam i bindur që kjo duhet trajtuar si çështje e strukturës qeverisjes, e mirëqeverisjes. Por gjithashtu do të them se një sugjerim i Sigmës nuk është me detyrim për zbatim. Nëse me këtë formë që është organizimi i trajtimit burimeve ujore, që unë mendoj është një nga asetet më të mëdha natyrore që kemi dhe duhet në mënyrë absolute të trajtohet në mënyrë më të kujdesshme. Nëse kjo ka funksionuar, duhet mbajtur pavarësisht nga rekomandimi i Sigmës. Sigma jep rekomandime, nuk jep detyra të cilat janë binding, janë të detyrueshme për të zbatuar. Pra nëse funksionon një skemë e caktuar, ne duhet ta mbajmë. Nëse nuk funksionon kjo skemë, atëherë duhet ta ndryshojmë. Po jo për arsye se ka një centralizim etj. Ky nuk është mjaftueshëm, do të thënë argument, por do të hymë në substancën e gjës. Çfarë nuk ka funksionuar në këtë përqendrim të madh të qeverisjes ose të agjencive tek dora ose në varësi të dhyrës së kryeministrit. Ky duhet bërë pak një studim më i thellë, mendoj unë, në aspektin e strukturës qeveritare dhe mënyrës funksionimit të saj. Unë besoj që për 8 vjet ka qenë mjaftueshëm studimi, po ndërkohë gjëja që ndodh është vetëm varësia shpenzuese. Struktura e veprimtarisë e institucionit bëhet e njëjtë. Ne kemi pasur vështirësi që të çfarë nuk ka funksionuar. Çfarë do vendosi ministri i mjedisit fjala bie kur kërkohet leje për ndërtuar një hidrocentral? Do mbroj burimin i pastër. Do mbroj burimin. Ja të dëgjojmë se çfarë propozime kanë sjell. Ne të dëgjojmë çfarë propozime kanë sjell. Po arsyeja pse ka shkuar atje ka qenë pikërisht për këtë gjë. Tani që vetë këtu po çash. Do na e thotë zoti Gazheli pse ndodh ky ndryshim. Okej, mirëmëngjes e nderuar kryetare, mirëmëngjes të nderuar deputet të kuvendit. Projekti synon të ndryshojë ato nenet të ligjit 29/2024 për burimet ujore ndryshuar, të cilat janë të lidhura me varësinë ashtu siç ju e përmendët, institucionale të Agjencisë së Menaxhimit të burimeve ujore nga Këshilli i Ministrave, që është aktualisht dhe të ndryshojë dhe të vinë në varësi të Ministrisë Mjedisit. Nevoja për ndërhyrje lindi në kuadër të gjetjeve të raportit të Sigmas, ashtu siç tha dhe i nderuar zoti deputet, lidhur me forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri, për sa i përket shpërndarjes së përgjegjësive në nivel qendror në Shqipëri, duke theksuar se struktura administrative aktuale mbetet e centralizuar dhe 26 autoritete dhe agjenci raportojnë drejt për drejt në Këshillin e Ministrave. Në këtë kushte është rekomanduar një reduktim i numrit të institucioneve në varësi të Këshillit të Ministrave, duke bërë dhe sugjerimet konkrete për kalimin e varësisë institucionale. Konkretisht për Agjencinë e Menaxhimit të burimeve ujore, që është sugjeruar të jetë institucion në varësi të Ministrisë përgjegjëse për mjedisin. Nga sugjerimet më lartë është gjykuar si i përshtatshëm që agjencia të kalojë si institucion në varësi të mjedisit. Ky konfigurim është në përputhje me akin e BE-s për menaxhimin e ujrave, i cili e trajton ujin si element ekologjik dhe mjedisor.
Gjithashtu, ky propozim vjen edhe në kuadër të ndërlidhjes që ka fusha e përgjegjësisë e Ministrisë Mjedisit në aspektin e çështjes së mbrojtjes mjedisore në fushën e përgjegjësisë që mbulon AMBU-ja, pra Agjencia e Burimeve Ujore, në lidhje me menaxhimin e integruar të burimeve ujore. Në këtë kuadër, ndryshimet e propozuara synojnë që të pasqyrojnë ndryshimet e domosdoshme dhe të nevojshme të ligjit 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar për të mundësuar kalimin e varësisë së Agjencisë Menaxhimit të Burimeve Ujore tek Ministria e Mjedisit, duke përfshirë në ligj rolin dhe përgjegjësitë e Ministrisë në funksion të menaxhimit dhe administrimit të burimeve ujore. Këto ndryshime do të kontribojnë në përmirësimin e koordinimit më mirë të veprimtarisë të ndërmarrë në kuadër të procesit të integrimit evropian, ku në kapitulli ujit është pjesë përbërëse integrale e kapitullit 27, puna për të cilin drejtohet nga Ministria e Mjedisit. Vlerësimi i lishmërisë dhe përputhshmërisë dhe harmonizimit me legislacionin në fuqi vendas dhe ndërkombëtar. Ky projekt ligj është hartuar në përputhje me nenin 83.1 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Projekt ligji nuk synon për afrim të një direktive të AKIS. Projekt ligji përmban 17 nene, të cilat do t'i ndryshojmë në varësisë, po, që flasim kryesisht për ndryshimin e varësisë. Mund të them që ky projekt ligj është hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore dhe pas rekomandimeve të marra nga Këshilli i Ministrave, projekt ligji u publikua për konsultim publik dhe u dërgua për mendim Ministrisë Drejtësisë, Ministrisë Financave dhe Ministrisë së Shtetit për Administratën Publike dhe Antikorrupsionin. Ministria e Drejtësisë është prioritarimisht dakord brenda fushës së saj të përgjegjësisë. Ministria e Financave është prioritarimisht dakord për nismën për kalimin e varësisë institucionale. Parë në këndvështrimin që buxhetor ka sugjeruar të shtohet një dispozit kalimtar me përmbajtjen si buxheti miratuar për vitin 2026 për Agjencinë e Menaxhimit të Burimeve Ujore deri në rishikim të ligjit 87/2025 për buxhetin e vitit 2026 ekzekutohet në strukturën aktuale buxhetore në përputhje me rregullat e legislacionit buxhetor në fuqi. Ky sugjerim u pranua dhe u reflektua në projekt ligj. Po ashtu Ministria e Financave ka sugjeruar, është dakord. Ministria e Shtetit gjithashtu ka sugjeruar të rishikohet përmbajtja e nenit 4 në qëllim saksimin e referencës për shkronjën A të pikës 1 të nenit 8, i cili nuk rezulton aktualisht në fuqi, dhe ajo ka shprehur pastaj dakordsinë dhe duke marrë dakordsinë e të gjithë institucioneve dhe atëherë kemi marrë miratimin bazuar në sugjerimet e institucioneve të linjës. Projekt ligji i ripunuar së bashku me relacione shpjeguese dërgohet për bashkërendim tek Ministria e Financave dhe e Shtetit. Projekt ligji, projekt vendimi dhe relacione shpjeguese pas marrjes së dakordësisë së këtyre institucione për cilët përshkruajtim dhe miratim në Këshillin e Ministrave. Vlerë theksohet raporti i vlerësimit të ardhurave dhe shpenzime buxhetore. Projekt ligji nuk parashikon kosto totale shtesë për buxhetin e shtetit. Faleminderit. A done juve vajzat e Agjencisë të Menaxhimit të Burimeve Ujore të thoni diçka? Po, përshëndetje të gjithëve. Lidhur me propozimin e projekt ligjit, në fakt sjell pikërisht ndryshimet që ka prekur ky projekt ligj në ligjin 29, lidhen vetëm në fakt me ato nene që kanë bëjmë me kalimin e varësisë institucionale. Për sa i përket problematikave që ndoshta u ngritën këtu lidhur me faktin e ndonjë mbivendosje apo konflikti që mund të ketë Ministri i Mjedisit, aktualisht projekt ligji propozuar nuk ka ndryshime lidhur me kompetencën se cilat janë organet që lëshojnë leje për përdorimin e burimeve ujore apo autorizime, që konkretisht do të vijojnë të jenë Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit, si dhe këshillat e baseneve lumore në nivel baseni. Çka nuk kupton që Ministri i Mjedisit, sikurse është dhe aktualisht, do jetë pjesë e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit, një prej antarëve, sikurse është dhe aktualisht kryeministri që është drejtuesi i këtij këshilli. Dhe nga aspekti i vlerësimit tekniko-ligjor,
ujor, të dokumentacionit dhe të shqyrtimit të kërkesave për lejë përdorimi burimi ujor, do të vijojnë të shqyrtohen nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore, sikurse është aktualisht, duke koordinuar veprimet pikërisht me sekretariatin teknik të këtij organi, që është Agjencia për Zhvillimin e Territorit. Pra nuk kemi ndryshime të këtyre pikave të neve përkatëse në ligjin e propozuar. Do ta japi Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit. Aktualisht, sikurse është legjislacioni aktual, edhe me propozimin me ligjin e 29 që u ndryshua në vitin 2024, që u bë një ligj i ri pasi propozoi për afrimin e shumë direktiva të Bashkimit Evropian, aspekti i organit Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit u bashkua. Ka qenë më parë Këshilli Kombëtar i Ujit, ka qenë një organ veçmas dhe me ligjin 29 janë një organ. Leja e përdorimit jepet o nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe Ujit në varësi të kompetencave që janë të ndara në ligj, ose nga këshillat e baseneve lumore, sikurse funksionon edhe aktualisht. Pra këto janë dy organe të cilat japin leje dhe autorizime përdorimi burimi ujor. Pra ministri i mjedisit nuk do të ketë një rol të shtuar në këtë fushë veprimtarie dhe në rregullimet që ka kapitulli për përdorimin e burimeve ujore. Pra, roli i ministrisë do jetë vetëm në pjesën e politik bërjes, pra udhëheq vizionin për politikat në konceptin e atyre politika që lidhen me mbrojtjen e cilësisë ujrave. Dhe kjo është në përputhje edhe me fushën aktuale që mbulon përgjegjësisë Ministria e Mjedisit, duke pasur ne aktualisht bëjmë shqyrtimin, do kemi fushë përgjegjësia, hartimin e planeve të menaxhimit të burimeve ujore. Kemi hartimin nga pikpamja teknike në vijim të propozimeve ligjore, në vijim të vizionit përcaktuar nga Ministria. Dhe në vazhdimsi do të jetë pikërisht ndjekja e procedurave për hartimin e planeve të menaxhimit të baseneve lumore, të planeve të menaxhimit të riskut të baseneve lumore, kemi pjesën e ndjekjes së procedurave dhe shqyrtimin tekniko-ligjor të kërkesave për leje dhe autorizime, dhe njëherëzi që bëjmë vlerësimin tekniko për përdorim burimi ujor. Dhe sikur që ndodh dhe aktualisht. Dhe në vijim ja përcjellim këto sekretariatit teknik të Këshillit Kombëtar të Territorit të Ujit apo Këshillit të Basenit Lumor. Dëgjojmë edhe Zamirën që kemi relatore, pastaj bëjmë pyetje dhe komente. Faleminderit. Nderuar kryetare, të nderuar anëtar të komisionit, i nderuar zoti Gaxheli, i nderuar zonja Enerieta Tareli, e nderuar zonja Evisa Hoxhaj, e nderuar zonja Irma Themeli. Në bazë të kalendarit të punimeve të kuvendit dhe të kalendarit të punës së komisionit, jam caktuar si relatore për projektligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin numër 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar, për të cilin komisioni ynë është komision për dhënie mendimi. Komisioni e shqyrton këtë projektligj në zbatim të neneve 32-38 të rregullores së kuvendit. Ky projektligj vjen si një ndërhyrje e nevojshme institucionale dhe administrative me qëllim përmirësimin e organizimit dhe funksionimit të sektorit të menaxhimit të burimeve ujore në Republikën e Shqipërisë. Ky projektligj mbështetet në rekomandimet e raportit të Sigmas për forcimin e qendrës së qeverisjes në Shqipëri, i cili ka evidentuar nivelin e lartë të centralizimit të institucioneve që raportojnë drejt për drejt pranë kryeministrit dhe ka sugjeruar rishikimin e varësisë institucionale të disa agjensive kombëtare. Në këtë kuadër është vlerësuar si më e përshtatshme që Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore të kalojë në varësi të ministrit përgjegjës për mjedisin, duke qenë se menaxhimi i ujrave lidhet drejt për drejt me mbrojtjen e mjedisit, menaxhimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore dhe procesin e integrimit evropian, veçanërisht me kapitullin 27 të
të Bashkimit Evropian. Projektligji synon rritjen e efikasitetit institucional, forcimin e koordinimit ndërinstitucional, harmonizimin e politikave të menaxhimit të ujrave me politikat mjedisore, si dhe qartësimin e kompetencave administrative në sektorin e ujrave. Ndryshimet kryesore të këtij projektligji konsistojnë në përcaktimin e Ministrisë përgjegjëse për burimet ujore, kalimin e kompetencave propozuese nga kryeministri te ministri, përcaktimin e rolit politik bërës të ministrisë në sektorin e ujrave, si dhe riorganizimin funksional të Agjencisë së Menaxhimit të burimeve ujore. Gjithashtu projektligji sjell disa korrigjime teknike dhe saktësime ligjore të evidentuara gjatë zbatimit praktik të ligjit aktual, me qëllim shmangjen e paqartësive në procedurat administrative dhe kompetencat institucionale. Nga pikpamja kushtetuese dhe ligjore, projektligji është hartuar në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe nuk paraqet problematika në raport me legjislacionin vendas apo atë ndërkombëtar. Po ashtu, projektligji nuk parashikon efekte shtesë financiare në buxhetin e shtetit. Në përfundim, vlerësoj se ky projektligj përbën një hap të rëndësishëm drejt forcimit të administrimit të qëndrueshëm të burimeve ujore, përmirësimit të koordinimit institucional dhe avancimit të standardeve të qeverisjes në përputhje me rekomandimet ndërkombëtare dhe objektivat e integrimit evropian të vendit. Për këtë arsye propozojmë miratimin e projektligjit në parim dhe nën për nën. Faleminderit. Koleg, ka dikush nevojë për të bërë ndonjë pyetje, ndonjë diskutim? Po, kemi zotin Bozdo, pastaj zonjën Çakëri, pastaj zotin Axhenasu. Përshëndetje. Një pyetje, meqense ju I referoheni raportit Sigmës për forcimin e qeverisjes, desha di ndonjëri nga ju e ka lexuar këtë raport plot, sepse të paktën ndjenin time me dënat që unë kam, raporti është shumë më tepër se kaq. Dhe çfarë ju propozoni këtu sot, thjesht një shmangje apo një lëvizje të varësisë nga kryeministri për një agjenci të caktuar, dhe kam përshtypjen se kjo do na ndodh në mënyrë të shpeshtë tashmë, nën kalimin nën Ministrinë e Linjës së një agjencie të caktuar, është, do thoja unë, ndoshta gjëja më e parëndësishme e raportit. A I keni lexuar raportin dhe a mund të më thoni, a mund të më bëni një përmbledhje të gjetjeve të raportit, meqense I referoheni, sidomosdoshmëri, dhe si kjo mas që ju propozoni sot I shërben gjetjeve të raportit. Dhe çfarë adreson nga gjetjet e raportit. Faleminderit. Pyetja ishte, zonja kryetare. Zonja Çakëri? Faleminderit kryetare. Atëherë kam disa pyetje. E para, duke qenë se ne kërkojmë një lëvizje dhe të shkojë tek Ministria e Mjedisit, por burimet ujore në fakt nuk prekin vetëm ministrinë, nuk prekin vetëm mjedisin, prekin edhe bujqësinë, prekin edhe infrastrukturën, prekin edhe energjinë. Në raportin e Sigmës propozohet gjithashtu që mund të shkonte edhe tek Ministria e Infrastrukturës, dhe pse keni vendosur pikërisht të shkojë në Ministrinë e Mjedisit? Ju thoni që nuk do ketë kosto, po patjetër që disa kosta administrative kjo lëvizje I ka, dhe besoj që është e qartë për çfarë flas. Dhe në qoftë se do të ketë një problematik, mendoj që do të kemi një përplasje ministrish, duke qenë se kjo prek disa fusha. Në momentin e një problematike, do të kemi një përplasje kompetencash. Si mendoni që do shmangni këtë? Asto, do bëni dhe ju pyetje apo keni komente? Po, faleminderit. Edhe zonja Dima pastaj. Okej. E para herë mu më shqetëson kjo paqartësi në kuptimin e strukturës qeverisë, sepse normalisht mbas një kohe të gjatë duhet ishte konsoliduar kjo strukturë dhe duhet ishte parë efikasiteti I saj. Ndërkohë që këto ndryshimet të vazhdueshme që bëhen, që kanë filluar të bëhen dhe janë bërë në vazhdimsi, tregojnë që
krijohet përshtypja që ku nuk arrihet eficienca e menaxhimit të sektorit, bëhet një reformë, vendoset një proces edhe e justifikoj mungesën e cilësisë me procese që janë pa fund përsëriten, shpesh herë ndrejtime të kundërta. Edhe kjo nuk ju përket vetëm juve, zotërit të mjedisit, sigurisht. Ndërkohë që çështja e ujit është një çështje shumë e rëndësishme, është çështje kombëtare, me rëndësi kombëtare. Për vetë atë që përfaqëson uji për Shqipërinë, si burim kryesor energjetik, por edhe si domosdoshmëri për një përqindje shumë të madhe që ka sektori i bujqësisë në kontributin që jep në vlerat që krijohen në vend. Ajo që më shqetëson është që nuk ka një vizion të qartë në këtë ndryshim që bëhet. Ju dëgjova me shumë vëmendje ku thatë që nuk ndryshoi asgjë, vetëm kompetenca do shkoj tek ministria. Unë lexoj nenin 7 fraksion 1 ministria. Dhe aty shikoj që ministria në cilësinë e autoritetit qendror politik bërë sot në sektorin e ujrave ushtron kompetencat e saj në përputhje me këtë ligj dhe jep pasaj detyrat që do bëjë ministria, që janë edhe detyra politik bërje, edhe detyra ekzekutive. Pra, çfarë ngelet për agjensinë, unë nuk e di çfarë mund të ngeli, kur menaxhimi edhe në aspektin e politikave, edhe në aspektin operativ, i shkon asaj. Unë e shikoj këtë si një deklarim të një konflikti shumë të qartë interesi me sektorët e tjerë dhe mendoj që nuk do të jetë e suksesshme kjo skem në menaxhimin e burimeve ujore. Ndërkohë që edhe këtu, zonja kryetare, ne kemi diskutuar çështje të rëndësishme për mënyrën e menaxhimit të burimeve ujore, kemi diskutuar për Vjosën, për një kredi që u mor për të menaxhuar një pjesë, një segment të lumit Vjosa. Ndërkohë që ne na mungon një autoritet qendror i cili të shikojë burimet ujore në tërësinë e tyre dhe të rrisë rentabilitetin e përdorimit si një aset i madh kombëtar. Uji është si minerali, në gjykimin tim, përveç se ka edhe përdorimi jetike shumë më të rëndësishëm se mineralet. Dhe këtë nuk e shoh që e bën ky propozim. Përkundrazi është një propozim shumë konfuz edhe shumë i pa studiuar. Fatkeqësisht, ky është modeli i shumë reformave, edhe reforma që u bë me ujësjellës kanalizimet, mori kundër drejtimi 180 gradë, u decentralizua, tani po përqendrohet, edhe ajo që u bë për mbetje decentralizimi mori përsëri drejtim tjetër, përqendrimi, sigurisht për arsye të tjera, për arsye të inceneratorës dhe të kontrollit të gjithë investimeve, edhe transportit, paktën kjo paketë që i ka përkitur Ministrisë së transportit dhe të infrastrukturës. Më thënë, zonja kryetare, përshtypja ime është një propozim krejtësisht i pamenduar. Nuk besoj se do t'i shërbej efikasitetit, por janë ato procese të cilat bëhen në mënyrë formale, pa u thelluar dhe pa parë se çfarë pasojash mund të kenë, sigurisht, për të krijuar vlerë në këtë vend, për të menaxhuar më mirë pasuritë kombëtare, një nga të cilat është edhe uji. Kështu që po e kursej pyetjen sepse jam shumë i qartë me çfarë po bëhet. Faleminderit. Zonja Dhima? Faleminderit të zonja kryetare, falenderoj zëvendësministrin Gazheli për relatimin, si dhe përfaqësuesit të Agjencisë Menaxhimit të Burimeve Ujore. Kam disa pyetje. Në fakt, në projektligjin i cili paraqitet, në nenin 6 theksohet që Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore
harton rregulloren e funksionimit të Këshillit të Baseneve Lumore dhe ja propozon ministrit për miratim. Dhe njëkohësisht në neni 7 theksohet që rregullorja e funksionimit të Këshillit të Basenit Lumor miratohet nga ministri. Pse është parë nevojshme që rregullorja e Këshillit të Basenit Lumor të miratohet nga ministri dhe jo nga struktura ekzistuese? Së dyti, në projekt ligj, përveç ndryshimit të varësisë, ka edhe disa ndryshime të tjera. A janë konsultuar këto ndryshime me aktorët e sektorit, siç janë njësitë e vetë qeverisjes vendore, ekspertë të mjedisit, përdoruesit të ujit dhe njëkohësisht organizatat për mbrojtjen e mjedisit? Dhe treta, a ka ndikim financiar ose administrativ ky riorganizim mbi buxhetin dhe njëkohësisht strukturat aktuale të Agjencisë së Menaxhimit të Burimeve Ujore? Bëhet fjalë për nenin 18 që ka të bëjë me dispozitat kalimtare. A keni parashikuar ju ndryshime në buxhet apo thjesht do të bëhet kalimi i fondeve siç janë të agjencie, siç janë aktualisht tani? Vetëm thjesht bëhet kalimi? Faleminderit. Po, zoti Korreqi? Faleminderit, kryetare. Në fakt doja të thoja që reforma e cila ka ndodhur tek uji është nga reformat më suksesshme që ka realizuar kjo qeveri, sepse siç e dim, Bashkimi i Ujësjellcave dhe krijimi i shoqërive të reja në varësitë Ministrisë të Infrastrukturës ka sjellë një performancë në rritje të gjithë ujësjellcave. Ajo në fakt që do thosha në lidhje me këtë ndryshime në projekt ligj, do thosha si do të koordinohet Ministria e Mjedisit me Pushtetin Vendor dhe Këshillat e Baseneve Lumore, si dhe a janë konsultuar grupet e interesit, bizneset e ujit, hidroenergjisë dhe fermerët mbi efektet paraprake të ndryshimeve? Faleminderit. Faleminderit. Jeni gati për t'i kthyer përgjigje këtyre pyetjeve? Faleminderit. Përshëndetje. Fillimisht në lidhje me raportin e Sigmës, besoj sigurisht raporti është konsultuar edhe me ne, na është përcjell nga zyra e kryeministrisë ky raport dhe për projekt ligji propozuar adreson për aq sa lidhet me ato gjetje të këtij raporti për sa i përket numrit shumë të lartë të varësisë institucionale, pa u ndalur në një analizë le të themi sektoriale mbi diçka që nuk ka shkuar, po në përgjithësi raporti ka evidentuar faktin e llogaridhënies dhe volumit të madh të agjensive në varësi të zyrës së kryeministrit, kur Këshilli i Ministrave duhet të ketë funksione thjesht koordinuese, mbikëqyrëse në tërësi dhe jo kaq sektoriale dhe kjo ka qenë një gjetje e përgjithshme pothuajse për të gjitha institucionet të cilat po kalojnë në varësi të institucioneve apo ministrive të cilat fusha e përgjegjësisë të cilave lidhet. Për sa i përket pyetjes së dytë, që lidhej pse u zgjodh pikërisht duke qenë se raporti ka rekomanduar edhe pjesën e kalimit të agjencisë konkretisht edhe te Ministria e Infrastrukturës, kjo ka ardhur në fakt sepse po të shikohet objekti i ligjit për burimet ujore lidhet me aspektin mjedisor. Edhe direktiva kuadër e Bashkimit Evropian, e cila është transpozuar përmes ligjit 29, së bashku me shumë direktiva të tjera të ndërlidhura me të, e kanë fokusin tek mbrojtja e sasisë dhe cilësisë. Pra e shikojmë vetëm në aspektin mjedisor dhe jo në kontekstin e fushës përgjegjësisë që mbulon sot Ministria e Infrastrukturës në kryerjen e investimeve. Pra le të themi jemi nga krahu i pravijës tjetër, i kundërshtimit, duke e parë edhe zhvillimet e infrastrukturës mjedisor. Prandaj dhe është lidhur fusha e përgjegjësisë me Ministrinë e Mjedisit, duhet sjellë vëmë cila fushën e përgjegjësisë për këtë e ka pasur mjedisi, ka pasur një ndryshim diku nga viti 2013 me hyrjen fuqi të ligjit për menaxhimin e integruar të burimeve ujore dhe më pas që nga viti 2018 me krijimin dhe të Agjencisë Menaxhimit të Burimeve Ujore ka qenë në varësi të kryeministrit.
Përsa i përket pjesës një analize të funksionimit të situatës aktuale apo të faktit që projekt ligji nuk sjell ndonjë rregullim të caktuar lidhur me burimin ujor. Kemi të bëjmë vetëm janë prekur ato nene, duke qenë se shumë autorizime ligjore kishin urdhëresën me propozim të kryeministrit, tashmë janë bërë duke qenë se do kaloj varësia institucionale me propozim të ministrit për mos ngecur në ngërçe ligjore të miratimit të akteve në ligjore në zbatim këtij ligji. Po, dhe gjithashtu, thelbi, pse po bëhet ky kalim, te kjo ministri dhe jo te një ministri tjetër, lidhet pikërisht se ne dhe aktualisht kemi në kuadër të procedurave për integrimin Bashkimin Evropian dhe antarësim, jemi në të njëjtin grup kapitull 7 ku uji është pjesë pjesë e mjedisit. Dhe gjithë koordinimi dhe aktualisht gjatë gjithë këtyre viteve ka ndodhur prapë me negociatorin për kapitullin 27 që ka qenë në Ministrinë e Mjedisit. Po përveç kësaj, edhe me institucione të tjera varësie, sikurse është Agjencia Kombëtare e Mjedisit, puna e Agjencisë Menaxhimit Burimeve Ujore është shumë e ndërlidhur ngushtë në kuadër të hartimit të planeve të menaxhimit të baseneve lumore, pikërisht sepse Agjencia Kombëtare e Mjedisit është përgjegjëse për monitorimin e gjendjes në mjedis. Pra kryen pjesën dhe ndërto edhe në ujë. Dhe të gjithë dhënat ne bashkëpunojmë formë vazhdueshme në mënyrë që nga ato të dhëna të analizohen në funksion të përcaktimit të objektivave mjedisor edhe për ujin. Pra, për këtë arsye jemi dhe në pjesën e aspektit të vlerësimit strategjik mjedisor. Do shkoj dhe aty. Për pjesën tjetër, përsa u ngrit pyetja lidhur me për pjesën e rregullores, për rregulloren e këshillave të baseneve lumore, aktualisht ligji parashikonte që kjo rregullore të miratohej nga Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore. Në kushtet kur ne do të kalojmë në një varësi nga ministri, u pa me vend dhe më e arsyeshme që rregulloria të hartohej nga ne, por të miratohej nga ministri i linjës. Përsa i përket efekteve në buxhet, buxheti është planifikuar që do të kaloj ashtu sikurse ka njësia shpenzuese aktualisht në të njëjtin zë dhe në të njëjtin program që lidhet me administrimin e ujrave. Po, deri në momentin kur do të rishikohet buxheti, sikurse thuhet dhe në dispozitën kalimtare. Lidhur me pjesën përsa u përket se si do koordinoj ministria, pyetja fundit se ndoshta mu shpëtoi pak. Po, gjithashtu, edhe për lidhje me koordinimin me njësitë e vetëqeverisjes vendore, këtu dua të sjell vëmendje që këshillat e baseneve lumore në përbërjen e tyre kanë përfaqësues nga të gjithë njësitë e vetëqeverisjes vendore që janë pjesë e rajonit të basenit lumor përkatës. Tashmë rajonet janë të përcaktuara, cilat janë si dhe përbërja përmes VKM-s 636, që është e miratuar e vitit 2025, pikërisht që përcakton përbërjen e këshillave të baseneve lumore, si dhe kufit hidrografik të secilit basen lumor. Dhe për koordinimin e çdo vendimare lidhur me burimin ujor që duhet të ndodhi në basen, janë të përfshirë edhe njësitë e vetëqeverisjes vendore si pjesë e përbërjes së këtyre këshillave. Të qarta pyetjet që bët? Po, zoti Bozdo? Faleminderit, zonja kryetare. Kam një ndërhyrje në dy pjesë. Pjesa parë është dhe për procedurë. Unë do të kërkoja, nëse është e mundur, e para që me qenë se presim një sasi gjithmonë më të madhe e ligjesh, të cilat do të bëjnë zhvendosjen e institucioneve nga kryeministri në ministritë e linjës, dhe me qenë se refreni i logjikës mbrapa këtyre zhvendosjeve institucionale është gjithmonë raporti i Sigmës për qeverinë shqiptare dhe për forcimin e qendrës qeverisjes, do t'i kërkoja kuvendit që komisioni të pajisë me një raport të plot gjithë deputetët në mënyrë që të dimë çfarë diskutojmë dhe të kuptojmë se me çfarë kemi të bëjmë. Sepse ju them që e kam lexuar raportin
Gjetjet janë kritike, janë shumë herë më tepër se sa këto që adresohen me le të themi varësinë e ndryshueshme të një institucioni nga zyra e kryeministit drejt ministrive apo anasjelltas. Gjetjet kanë lidhje me mungesën e drejtimit strategjik. Shembull, raporti thot një të dhënë e cila më duket shumë shqetësuese që vetëm 20% e ligjeve të propozuara nga administrata janë ligje që burojnë nga programi i qeverisë. 80% e ligjeve vinë nga jeta e përditshme. Vetëm 1/3 e ligjeve që kalojnë si propozimi i qeverisë, mungësimi i impaktit rregullator, mungon RIA. Ka e bën ligjin të pamatshëm, impaktin e tij të pakuptueshëm dhe me probleme edhe në buxhetim. Koordinimi midis ministrive konsiderohet pikë kritike e dobët, do t'ju thoja, sepse politikat në përgjithësi janë work in progress. Nuk ka strategji dhe secila ministri punon me vete. Raporti konkludon gjithashtu që ka një mivendosje funksionesh dhe autoritetesh, duke thënë që nuk ka probleme të strukturës, po ka probleme të mëdha të koordinimit të strukturave dhe të efektivitetit të zbatimit ligjeve. Pra në letër, strukturat janë, kompetencat i kanë, kur vjen puna të koordinimi dhe efektiviteti, aty ka probleme jo të pakta. Raporti flet dhe për dobësi të zbatimit politikave. Politikat matet me një të dhënë me outcome, po jo output. Dhe ka një problem edhe. Pra, raporti është shumë të tepër kompleks se kaq. Unë e kuptoj që ju do flisim vetëm për atë pjesë që ju prek juve, e kuptoj, por unë nuk mendoj, zonja kryetare, edhe pse jemi komision që është vetëm për çështje mendimi dhe është komisioni ligjeve në zgaboj që ka lidhje me administratën publike, që një raport që është i rëndësishëm, që ka të bëjë me integrimin evropian, ka të bëjë me cilësinë e qeverisjes, që prek çështje që lidhen me politikat, me impaktin e tyre, me transparencën e vendimarrjeve, duhet kaloj pa e diskutuar dhe ne mes vetesh. Dhe kjo është kërkesë edhe për Komisionin Përgjegjës, Komisionin Ligjeve, ta marrin shqyrtim, do flas dhe me kolegët e mi atje, por mendoj që secili nga ne që do diskutoj edhe shumë ligje tjera, ku shumë agjenci, ndoshta mbi 20, mbi 30 agjenci do të na vinë pikërisht për të shmangur, për t'ikur nga zyra e kryeministrit, që mund të jetë një ndër gjetjet, po ju them në morinë e gjetjeve dhe kritikave, kjo është ndoshta gjëja më pak e rëndësishme. Mund të jetë e rëndësishme, por gjetjet që unë kam të raportit janë vërtet shqetësuese dhe shumë të rëndësishme në kuadrin e integrimit evropian dhe cilësisë së qeverisjes. Kështu që mendoj që ne duhet kemi të furnizohemi me secili nga ne duhet t'i vjet në dispozicion raporti në mënyrë që edhe diskutimet tona të jenë të matura e të bazuara në raport dhe ndoshta kërkojmë nga qeveria, bëjmë dhe rolin ton, t'i kërkojmë reforma edhe më të thella dhe ndërhyrje më të thella pikërisht në kuadër të implementimit të gjetjeve të raportit Sigmës. Faleminderit. Faleminderit zoti Bozdo, unë do të thoya që raporti Sigmës është online fakt, dhe mund ta gjejmë edhe mund ta shohim, mund ta gjejmë për Shqipërinë. Një nga gjërat që ka nxjerr raporti në dukje ka qenë që Shqipëria është një nga vendet e Ballkanit Perëndimor me progresin më të madh të mirëqeverisjes. Natyrisht që mirëqeverisja është një perpetuam proces që ndryshon edhe përmirësohet, por ato që na dalin si këshilla, si rekomandime, si konkluzione në raport janë ato që duhet të ndërmarrin qeveritë për ta përmirësuar. Gjithsesi, unë besoj që me sekretarin do bëjmë gati kërkesën për të pasur një raport për komisionin dhe pastaj edhe për kuvendin. Që kështu ka dikush tjetër nevojë për të bërë ndonjë diskutim, kalojmë në proces votimi? Okej. Atëherë kush është dakord të miratojmë në parim projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore të ndryshuar. Kush është dakord? 3 edhe 2 5 edhe 1 6 pro. Okej. Kush është kundër? 4 kundër, 1 abstenim? Një abstenim. Atëherë jemi 6 pro, 4 kundër, 1 abstenim. Me këtë votim do vazhdojmë për nenet? Okej. Kush është dakord me nenin 1? Dakord. Kush është dakord me nenin 2? Dakord. Kush është dakord me nenin 3? Kush është dakord me nenin 4? Kush është dakord me nenin 5? Dakord me nenin 6?
Nenin 7, vazhdojmë me këtë renditje, jemi 6 pro, 4 kundër, 1 abstenim. Neni 8, kush është dakord me nenin 9? Kush është dakord me nenin 10? Kush është dakord me nenin 11? Kush është dakord me nenin 12? Kush është dakord me nenin 13? Nenin 14? Nenin 15? Gjithmonë 6 pro, nenin 6, 17? Neni 18 që është hyrja në fuqi, jemi dakord 6 pro, 4 kundër, 1 abstenim. Kush është dakord të miratojmë në parim në tërësi projekt ligjin për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin 29/2024 për burimet ujore të ndryshuara. 6 vota pro, 4 vota kundër, 1 abstenim. Projekt ligji bëhet gati të kaloj në komisionet e tjera dhe në seancë. Faleminderit shumë koleg. Faleminderit.